Mirëmëngjesi njerëz, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në një tjetër vlog mas këtu te kanali im. Ne me Zojnë po dalim pak më herët sot sepse kemi pak punë edhe shoqja jon ka pak punë, kështu që por nuk qen ka ftohtë. Është koha si vrentur, siç e shikoni, por ftohtë nuk qen ka shumë. Ndoshta këtu sepse janë në shtëpiat nga të katër anët, por prap do të dihesh që nëse do ishte ftohtë. Ne sot do ikim, do blejmë ca gjëra, sepse nesër Zoi ka 11 mënjorin. Jeme mama. Do marrim numrin, edhe në një gjë të vogël, kështu se pse ta zhojmë kot më shumë, kur Zoi nuk rri shumë për të bërë foto, por të shohim çfarë do gjejmë. Numrin do ta marrim me se s'bën. Do vim pak këtu për që jep të kësha në përpare, dhe pak të si shqipësika. Këtë të që nga me të nëzevë, pas të zi, së të zëtë. Na që ka hapër një kështu këtu, një dëner, stik dëner, dhe ne do hymë këtu. He Sana, hymë një herë këtu se si janë këta. Provojmë në i gjë këtu. Të bëjmë atë, hajde një ta provojmë fatin. Ana? Po pra, tani do ta provojmë këta, 0 me 0, 10 sekonda përfitojmë një doner falas. Hajde ta provojmë i herë. 1, 2, 3. Ana, ma maj ti se do kemë mendjen. Maj ti këtë. Eshte shtypër. Ana! Shikojni pak për një sekundë se kapa. Provoj edhe ti. Të përqenë? S'ka shumë ndyrë të paktë. Dolëm nga ngrënmja, tani do shikojmë këtu të pazarit, blejmë në i perime. Edhe për burat. Fiks. Hej, goca. Jam në shtëpi, s'kam vënë Zojnë në gjumë, edhe tani, shiko kam veç dhe pak atë make-up që vura në mëngjes, edhe tani duhet që të heqim pak mustaqet, sepse na janë rritur. Fytyrën e hoqëm atë dite, që ua tregova dhe juve, mustaqet nuk i hoq atë dite pasi nuk më kishin dalë, edhe thash, po i shikoja tani, thash ok Ramilda, mendoj se ka ardhur dita.
Unë se di si I heqni ju mustaqet, mustaqet. Apo I heqni me atë brisku, unë nuk e dua ta përdor të mustaqet ata, sepse më dalin shpejt edhe më mirë kështu. Unë e bëj kështu. Jam duke parë kamerën aty edhe se di si... Kështu I heqin mustaqet. I kontrolloj pasaj të pasqyra, s'kam asnjë pasqyrë, si ka mundësi? E kam matana të pasqyrën. Unë e bëj kështu, bëj një pegë kështu. E kam bërë pak shkurtër këtë sot, po s'ka gjë, kaq është mjaftueshëm. Dhe pastaj 1, 2, kështu. E tendos pak me gjuhë, se normale do t'jetë pak. Unë e di që kjo nuk është mënyra e duhur tamam, se I bëj ndryshe, por unë kështu I bëj. Do thoni ju pse s'heq dhe fytyrën kështu? Nuk e di, nuk e heq, nuk më mban. Më zgjedhuroj këtë. Kështu. Është pak e shkurtër kjo. Edhe unë kam zënë karar me këtë pejë unë kështu që heq, sepse nuk është se dalin shumë shpejt. Me letra I kam provu një herë më duket, vetëm një herë I kam provu me letër, me ngjitse, keni parasysh ato letrat, edhe nuk më pëlqen fare, edhe më dhem edhe më shumë madje ashtu, po edhe nuk më pëlqen, nuk e di pse. I kam më mirë me këta kështu. Jo, ndoshta nuk duket shumë aty, por janë hequr goxha, do të shkoj te pasqyra. Ti mbaroj këto, ti shikoj edhe herë pasqyrë mirë, edhe do bëjmë edhe një maskë së bashku. Okej? Një maskë që e kam të blerë në bashkëpunim më saktë. Njerëz, I hoqa këto mustaqet. Tani do lëjmë fytyrën, do bëjmë maskën. Tash do lëjmë fytyrën, Zojën e kam gjumë. Unë kam këtë maskën me turmerik që e kam marrë në TikTok Shop, edhe më pëlqen shumë. Kjo është me vitaminë C, retinol, turmerik dhe kolagjen. Është kjo. Edhe ta përdorim. Vjen edhe me këtë furçën, me këtë, si quhet kjo, nejse. Do ta, nejse, hajtë se pa ullë, këtu ku jam pa e bëj. Mirë do ishte ta bëja në, prisni pak, hoqa pak fokusin, që rrotullohet kamera sa ndej sa këtej, se dua t'ju tregoj se çfarë konsistente ka, konsistencë. Ka kështu, shikoni. Me qenë se I hoqa dhe mustaqet, thash okej, po I bëj një maskë. Këta e mban 3 orë, 4 orë. E keni parasysh ato maskat që kanë dalë virale, që edhe unë kam si ato, që vihen në fytyrë edhe mbahen gjithë natën. Edhe kjo ashtu bëhet, vetëm se këtë e hap kështu me du. Do me thënë është si lëng, por ashtu bëhet kur thahet. Ja do ta shikojmë në fund. Ato maskat që janë bërë virale tani, unë kam 1 muaj ca 2 muaj që I përdorja. Edhe thoja, okej, Romilda, pas ke bërë mirë. Po e luj këtë gjysmën e fytyrës, pasi do t'rregoj edhe çik gocave në TikTok, se edhe ato janë të interesuara. Unë po e luj me këtë, me
Kështu ke e parë këtu të kamera. Shpecoj që mos më pikoj poshtë. Ja, kështu. Me qenë se natë nuk i maj dotën. Këto i bëj ditën. Këta goca mund të gjeni, më duket se kam parë në TikTok po në Shein edhe tek Temu. Është kjo kështu. Mund t'i bëni një screenshot. Ta lyem edhe anën tjetër dhe në fund fare kur të ketë tharë komplet do ua tregoj. Goca, se është duke më ngri fytyra edhe nuk flas dot, por duhet ju tregoj që tani do bëj pak këtë salsën e kosit, gjizën, quajeni si të doni, që unë e bëj me kosin që kam zënë dje. Në fakt kosi i djeshëm më ka dalë shumë i thartë, edhe ndoshta sepse kisha shumë farë kosi që ishte e thartë edhe prandaj më doli. Gjithsesi, unë nuk e hedh, sepse kështu del akoma dhe më mirë ajo salca e kosit. Do ta bëj këta komplet siç është këtu, por si fillim do ndaj pak farë kosi në mënyrë që ta kem kur zë kosin tjetër. Dhe do ndaj jo shumë, do ndaj fikse sa duhet, sepse ju thash dje i kam hedhur më shumë se ç'duhet, prandaj edhe mu bë e thartë. Kur është fara e kosit e thartë, unë nuk duhet që t'i hedh shumë, pak edhe ajo zëja. E kam futur këtu brenda, nuk di sa duket aty. Do me thënë nuk del e thartë nëse i hedh më pak se që hodha unë dje. Po unë dje bëra një gabim trashanik, që e kisha këtu farën e kosit, këtu ku e zë edhe e zura ashtu në vend, domethënë thjesht i hodha qumshin. E bëra roma për toma, kur i thonë asaj. Gjithsesi, do zë mend. Tani, unë e bëj kështu. Besoj se shumica, ose nuk e di, se di si e bëni juve, por unë do ta zë kështu tani edhe. Kur është e thartë, del akoma dhe më mirë kjo salsa e kosit. Prandaj thash që më mirë që më ka dalë pak e thartë. Tani, do marrim këtë dhe do marrë dhe një enë tjetër, sepse nuk duan ta vë kështu këtu, ose më saktë prisni. Kështu është kurse këtë madhe e vëm këtu lart, tek kjo që unë e mbaj posaçërisht për këtë gjë. Do e kulloj këtë siç është këtu. Ta marrim dhe këtë lugën se nuk hidhet komplet. Ka dalë shumë i trash kështu, por që do, është e thartë, kështu që nuk e ha njëri. Kur e bën salcë kosi, do ta lë të kulloj këtu unë në këtë napën, pastaj kur të ketë kulluar mirë, do i hedh edhe hurdhra, do t'ja tregoj edhe juve, nëse nuk harroj gjithmonë. Do i hedh edhe hurdhra, edhe kryp, edhe ajo thartësia që kjo ka, i jepi çika të lezet më shumë. Edhe ne e pëlqejmë shumë. Do zë kos tjetër pastaj. S'ka në gjë. Për 3 orë vjen kosi. Kam kos grek aty, si do që tjetë, por unë zë edhe kos këshu, pasi ndonjëherë më ham edhe këshu, ndonjëherë ashu, po këta e zë edhe më shumë, edhe për Zojin, po Zojin më shumë pëlqen kosin grek, edhe këta kos nuk është se i bën nazë kosit, por e zë edhe këta më shumë, sepse mendoj që të bëj edhe këtë pjesën që të bëj këtë salsën e kosit. Nuk e kam provuar kosin grek. Do ta provoj edhe ata një herë kështu, se tani mbajti mendja. Edhe pse ai trash është. Gjithsesi, mbarojmë te që kemi nisur. Kjo që ka bërë me një njoll kjo, nëse e larë është, s'ka gjë. Tani unë kështu. Dhe unë e lidh këtu këtë te kjo. Tash ta bëj një herë kështu sepse normalisht që ja, e lidhim këtu. Shpresoj të bëhet deri ndarkë, që të ham pak ndarkët. Unë se dhja do hapë. Ja, kështu. Ups, kështu njerës.
Okej, e mirë. Do ta shtyp këtu deri në fund. Tani do ta lë ashtu të kulloj disa orë, kur e shikoj unë që nuk kullon më, atëherë e heq. Dhe do t'ja tregoj dhe juve. Tani nuk flas dot më shumë sepse kjo maska ka filluar të ngrinë, se e dalloni te buza. Më ka bërë pak të pisë, gjithsesi do ta heq. Edhe tani që do bëj tjetër, do nxjerr ca speca, do t'i skuq që t'i jenë gati aty për ndarkë, se specat hahen dhe ashtu. Do nxjerr edhe kungull, edhe ato do t'i bëj të skuqura, nuk do t'i bëj në air fryer, sepse Iliri nuk i pëlqen shumë në air fryer këto perimet kështu pa vaj. Ose di çfarë do bëj unë? Nuk do t'i skuq ashtu, do t'i fus në air fryer me vaj, sepse kam provuar tek patatet që kur bëhen me vaj, bëhen fiks si të skuqur antigande. Pse të bëj unë cirka vaj, e kam shumë bezdi kur skuq specat, që keni parasysh, besoj se të gjitha kanë këtë gjë. Dhe unë do t'a bëj ashtu, do e marr air fryerin, do t'i hedh specat, do t'i hedh vaj. Do t'i mys me vaj, se Iliri i do me vaj. Ashtu do t'a bëj tani. Do i nxjerr edhe, do t'i bëj aty. Goca, shikojni pak fytyrën time, se nuk flas dot. Shikojni, nuk ngjit më ajo. Edhe pak do ta mbaj edhe do ta heq, por e kam të ngrirë. Nuk dua ta luaj sepse do edhe pak. Goca, shikoni pak. Jam duke e hequr këtë maskën, se bëra një video në TikTok. Edhe nuk e hoqa të gjithën aty. Tash do t'ja tregoj edhe juve se si duket kur hiqet. Kështu. Ja, kaq mbahet kjo maska. Shikoni si u krijua kjo? Pas ka ishte edhe ca qime. Zot. Fiks për zotin, ka ishte edhe disa qime. Gjithsesi, mua kjo maska më pëlqen shumë, unë harroj ta bëj, por kur kujtohem e bëj. Dhe kjo ishte dita për ta bërë. Kështu që nëse e shikoni në internet, i bëni aty screenshot fotos që ua kam treguar unë, do me thënë këti, presim t'ua tregoj njëherë. I bëni një screenshot këti këtu, në këtë momente, dhe e kërkoni me foto në Google, atje ku t'ju dali, mund t'a gjeni, ose në TikTok. Unë tani jam duke postuar videot, aty tek emri im, nëse dëshironi për t'i bler, o dlit, hyni aty, është një shport portokalli, ose e verdh, si t'ju dali, dhe mund të klikoni për ta bler, po duhet jeni në Gjermani normalisht. Shpirtja tani do vi mami. Tani, zojër zgjuar, si që dëgjuat, edhe unë do t'i jap ndonjë mandarin, do qëroj në një mandarin, në një portokale, edhe kështu, pastaj për darkë të shohim se çfarë do ham me zojnë, do me thënë.